Ti shkon deri me nuk kam Jozin. asgjë me ty. Tani, me që se ke shok Jozin nga jashtë. Lutem mos fol për Jozin sepse nuk Pse çfarë? është ja fundit që Çfarë? që mund të merakosem për Jozin. Jo, nuk po më kupton ç'po them. Ai njeri që më vë mua gjithë epitetet e shëmtuara, që ka ardhur me shpatën e hamshorit të madh që ka vajt me 500 femra, që u tall me Lorin, që vë unazën, hiq unazën. Lart po flet, për çfarë po flet? Jo, ai po të jep udhëzime dhe më thot mua, kur të thret Valbona të vish këtu, dhe ti i the, në shtëpi e bën ligjin burrat, si puna jote. Nuk jam rrezitur për atë punë. Tani, nuk po dëgjoja fare se çfarë po thoshte Jozi. Sepse po futa unë aty dhe më theu lart, po flisja unë pse u fute në debat. Ku e ke parë në këtë shtëpi ti që nuk futet dikush në debat? Lart, nuk ka lidhje fare ajo që më thuaj çalli ke me mua. Nuk kam asgjë. Atëherë pse je kështu nuk të gjendje? Pse? Për atë që tha Gerta dhe... Çfarë tha Gerta? Çfarë than? Çfarë than pra më thuaj? Më thuaj çfarë than? Po se kam dëgjuar më thuaj ti. Se më duket se dëgjoja çfarë tha Gerta dhe Aldo. Po nuk i kam bërë asgjë Danjës që të ma bënte mua të Danja dhe... Çfarë të bëri Danja ty? Shko pyet Aldon edhe Gertën. Po pse të pyes ata? Unë po pyes ty tani, më thuaj ti. Do më flasësh Valbona, apo se të më ulëri e dije, që ajde këtu se po të thrasun? Tani, mund të më sqarosh? Lart, unë nuk po të ulëria. Mirë. Okej. Po më ulërie. Po